Në kampanjen dhe kauza që pëngritni me merë frym, a keni planet çka do t'jetë fokusi i ardhshëm? Po ne përmendëm më herët, kem plan të zgjerojmë sidomos tek shëndeti mental, pastaj kem si temë të adresojmë edhe përdorimin e tepërt apo të madh të antibiotikëve, e cila është po ashtu një temë që po ndëgjojmë në programe të ndryshme, në portale, ka angazhime të mëdha nga institucionet të ndryshme, fatkeqësisht antibiotik përdoren shumë, pa ndonjë kriter, me vetë dëshirë, dhe kjo përsëri është një thirrje. Dhe blihen pa recept, që është shqetësimi më i madh. Kështu që është një mundësi dhe duhet që të japim të gjithë kontributin se si të adresojmë dhe kontribuojmë në këtë, që të mos bëjmë rezistencat e cilat pastaj janë të dëmshme. Një fushë që mendojmë ta është edhe shëndeti mental, tu e pas parasysh zhvillime dinamike, pastaj ndikimin nga media sociale të cilat po ndikojnë negativisht. Në këtë aspekt ne kemi plan ta përforcojmë edhe përmes dokumenteve të ndryshme, njëra prej tyre do të jetë edhe në fushën e shëndetit mental. Po ashtu jemi në proces të përgatitjes së një dokumenti që ka të bëjë me financimin në shëndetësi, ku jap edhe mundësitë apo scenario se si ti adresojmë apo ti konsiderojmë, dhe një dokument në përqymë përmbledhje politikash, ka të bëjë me ambientin e ndotur, por jo vetëm me theksu se sa është i dëmshëm për shembull ambienti i ndotur, por edhe sa ndikon në jetëgjatësinë tonë. Janë disa vegla të cilat na mundsojnë për me e specifiku dhe në këtë mënyrë me demonstru se sa humbim nga jeta jo nëse praktikojmë ose jetojmë në një ambient të ndotur, sidomos në sezonës së dimrit. Si është gjendja nga parashikimet që keni bërë deri më tash? Kjo është ende në proces, kështu që shpresojmë ta publikojmë shpejt dhe mendojmë ta dajmë këtë në domenin publik, ashtu sikurse kemi bërë edhe për 2 dokumentet e tjera. Ende nuk mund të shpalosësh asgjë. Cila pjesë e Kosovës për shembull është më në ndotur ose? Po kjo është ende në proces të zhvillimit, për arsye se është një mostër e cilën jemi duke diskutuar, por kjo është plani, në mënyrë që përsëri është me ndihmu politikbërjen, me ndihmu në këtë rast edhe vendimarrësit, se cilat janë mënyrat për me parandalu, qoftë nivelin institucional, po edhe nivelin ton individual, për me parandalu e mos të ekspozohemi ndaj ambientit apo ajrit të ndotur.